nga zona e ftohtë në vendin e 4 dhe tashmë duke synuar zonën europiane. Ky është objektivi i Besës, që në javën e 19 të Superligës thye në shtëpi me rezultatin 2-0 Kupsin, i cili duket shumë larg skuadrës që për pak bëri histori vitin e shkuar në kompeticionin e UEFA Europa League. 2 gola spektakolar të shënuar nga Mustafa dhe Mancaku i dhan fitoren Besës, duke e çuar në kuotën e 28 pikëve, njësoj sa ka Teuta dhe Laçi. Ndeshja tjetër midis Flamurtarit dhe Laçit përfundoi me rezultatin e barabartë 1-1. Laçanët befasuan sërish Flamurtarin në shtëpi dhe këtë e ka bërë shpesh herë vitet e fundit duke marrë edhe fitore. Të parët që kalojnë avantazh janë veriorët, të cilët shënojnë me anë të Vucaj. Përgjigjja e vlonjatëve nuk vonon dhe në kohën shtesë të pjesës së parë shënojnë me anë të Telushit. Edhe pse Flamurtari i kërkoi me ngul fitoren, mbrojtja e Kurbinasve ishte e pakalueshme, çka bëri që rezultati 1-1 të mos ndryshonte. Tirana e vendit fundit jep sinjale të forta se mund të mbijetojë dhe vitin tjetër të jetë pjesë e kategorisë superiore. Në transfertën e Ballçit kundër Bylis, kryeqytetësit kanë fituar me rezultatin 1-0. Tashmë Bardheblut ndodhen në kuotën e 19 pikëve, njësoj sa ka edhe vendi fundit Lushnja.